Nuk do t'jetë le të themi shërbim ushtarak i detyruar ose ç'është ka qenë Do t'jetë shërbim vullnetar, që pastaj do të përkthehet në një rezervë vullnetare, mund të themi, ku secili qytetar do të që i ketë bie mundësinë unë dhe çdo qytetar i Republikës Kosovës mund të jetë mundësinë që të vullnetar. regjistrohet dhe të jetë vullnetar në Forcën e Sigurisë të Kosovës, në Ushtrinë e Kosovës. Çka është detyrim për Ministrinë e Mbrojtjes është që t'i mundsoj trajnim, t'i mundsoj pajisjen, t'i mundsoj armën dhe t'i mundsoj sistemimin në një nga njësitë ku vlerësohet që duhet jetë ai vullnetar. Pra, secili qytetar i Kosovës do të ketë mundësinë që të ketë armën e vet, të marrë trajnimin dhe të vazhdoj pastaj normalisht jetën, edhe punën, Pa bërë shkputje nga puna. Pa bërë shkputje nga puna, jemi duke shqyrtuar. A do të ketë moshë të kufizuar ministër? Ne ende nuk kemi përcaktuar për çështjen e moshës. Unë mendoj që një ndër propozimet që do ta prezantoj para kryeministrit, sepse do të kërkohet edhe një miratim në këtë aspekt, është që të shkohet deri në moshën 65 vjeçare, duke pas parasysh që ushtrisë nuk i nevojiten vetëm rekrut dhe ushtar për përdorimin e armëve, por edhe specialistë të fushave të ndryshme, duke përfshi mjekësinë, IT-n, por edhe fusha të tjera që jo domosdoshmërisht aspekti fizik mund të luajë rol në, mund të themi, rekrutimin e atij pjesëtari.